ti e ke skualifikusit pa avë. Këtu tash ti e kontrol. Se ministri apo kryeministri nuk janë kot në atë detyrë. Ledi se thot Rama, hajtë dardha mas shpine. Po për çaj je ti, vetëm e hyp në avion ti me brëdh botën? Përgjegjësia je ti. Dhe çfarë do lloj gjëje të ndodhi. Unë për shembull, kur ju kërkova këtyre çfarë kërkova? Heqjen e nenit të shpërdorimit detyrës. Se nuk është shpërdorim detyre. Është vjedhje me detyrë. Pra ti ke shfrytzuar postin për të vjedhur. Ashtu si shfrytëzojmë postin për të bërë dhe orgjit. Se kur nuk jam post, nuk i shef njëri me sy, sa vejnë post, ta fillojmë për në orgji. Pra po thoni që kemi në ishu këtu. Po, e kemi. Ja kam, më falë, që kur ka dalë kërë, kam thënë, post doli Emri Ramës ma i t'i kokë. Emri Ramës është aty më. Po ju mendoni se Rama nuk është i përfshirë ke kjo? Absolutisht. Po bëhet në për agjenturën kineze sot. Sa vjetë ka që ju themun që Rama është i përfshirë me agjenturën kineze? Dhe sot në Europë flitet vetëm për agjenturën kineze. Dhe kjo është i përfshirë aty. Rama nuk e heq dot dhe Belinda nuk e heqen. Sepse Ramës i duhet patjetër një vendim gjykate. Dhe Rama këtë vendim gjykate do ta përdori kundër Belindës. Dhe kur them kundër Belindës, dhe kur kam parasysh pjesën e unë e kam thënë gjithmonë, nëse Rama e shkarko Belindën, domethënë pa një vendim gjykate apo diçka të tillë, Rama ishte hallin e kokës vetë, se nuk ka hallin e ase nga Spaku, as nga kjo. Tash Rama i lëshon gjithë, Rama ka bosh me lëshu edhe Zahon me hedhë në rrugë vetëm për të majtë pushtetin. Për këtë t'jeni të bindur. Sepse Rama e ka për detyrë, e ka detyrë Rama. Jo se Rama do sot. Rama ndoshta mund të kërkojë dhe t'iki vetë. Por Rama e ka për detyrë që Rama do të qëndrojë me çdo çmim, do të qëndrojë kryeministri i këtij vendi. Se Rama është i përfshirë në atë organizatën e kabales e Sorosit dhe detyrën ai e ka marrë. Dhe për Rama është i tërbuar në këtë formë, që s'po qëndron dot. Jo se Rama me gjithë skandalet që janë bërë, Rama mund të qëndrote në detyrë. Po ai e ka me çdo çmim, duhet të qëndrojë në atë detyrë. Sepse nuk ka kryeministër tjetër në botë të bëjë deklarata fyese, ofenduese, tallëse me presidentin e Amerikës. Dhe ju e keni parë që gjithë deklaratat e tij kanë qenë skandaloze. Por, të gjithë deklaratat kur janë marrë dhe janë shtjelluar nga mediat, apo nga politika, apo nga diplomacia botërore, gjithmonë kanë thënë deklarat e kryeministit të Shqipërisë. Nuk kanë thënë Edi Rama. Dhe ai për të kërkon, sepse Sorosi kërkon ta përballë Ramën si kryeministër, dhe deklarata që do bëjë Sorosi nuk i bën dot njëri tjetër. Përveç se këtij. Që ky është bërë narcism, ju e kuptoni që Rama është bërë narcist. Rama është narcism. Po a është me ekspozuar tani nëse do ta marrim idenë që mas pagut janë amerikanët? Pra, mas pagut amerikanët me vendimin e fundit gjykatës kushtetuese mundet që Spaku të shkojë të kërkojë edhe pezullimin e tij në të ardhme? Patjetër. Unë po ju them, Rama ka dosin me Gonigal, Rama ka dosin e Sinaloz, Rama ka dosin për lidhje me agjenturët. Rama ka shitur interesat kombëtare e para dhe ka prek sigurinë e Amerikës. Rama do përgjigjet, nuk ka ku shkon. Ai është duke u mbajtur me thonjë, po do përgjigjet. A përgjigjet sot apo nesër, këtë nuk e di. Po që Rama do përgjigjet dhe ka prej biletën. Rama në fund të vitit i ka mbyll letrat. Në fund të vitit Rama i ka mbyll letrat. Sepse i ishte deklaratë ishte skandaloze. Ishte FMN-ja. Raporti FMN-s, e kam deklaruar, është mota mosin raporti 96-ës, që është bërë Shqipërisë. Tërheqja e Kushnerit me shkrim. Të Kushneri tërheq me shkrim për Sazani.
Pra, Rama i ka mbyll gjëra. Rama, kur kërkoi që bëri ligjin, që futi emrin e vet dhe bëri ligj nominal, e bëri pikërisht për të pasur një mandat tjetër, më të fortë se sa mandati i deputetit dhe i kryeministit, për të treguar që unë jam ke bordi paqes, jam ndërkombëtari, jam këtu. Zoti Merkoçi, po kush e ka mendjen tek ne me gjithë ato gjëra që po ndodhin në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Dgjoj, çado që të ndodhin në BE apo në Amerikë, mos mendoni se Amerika funksionon kështu siç e mendojmë ne, ose siç kemi dëshirë ne. Atje ka një sektor të veçantë i cili merr Ballkanin, apo me. Po pse ju thoni që ne nuk e bëjmë? Po mirë, atëherë unë bëj pyetjen më thjesht akoma. Po pse Amerika ose Trumpi bëri atë ligjin 90 ditor për Ballkanin? Ku e gjeti kohën? Pra, mos harro, ose ku e gjen kohën që merret në Serbinë edhe me Kosovën? Se ka hallet mëdha tjera. Ja që Ballkani është një pikë nyje. Ballkani duhet të dini një gjë, Ballkani është ajo nyja gordiane, ashtu siç është nyja gordiane sot. Siç është Irani, që është nyja gordiane. Pra Trump do gjej kohë që t'i bjerë dhe kësaj nyje. Jo, më ai ka stafin, se nuk është Trump